Ai njihet si njeriu që nuk ndalet kurrë, si lideri që sfidon çdo pengesë me energji të pashtëshme, por prapa kostumit zyrtar dhe batutave të forta, fshihet një betejë njerëzore. Po flasim për kryeministrin e vendit Edi Rama. Ndërsa e kemi parë të udhëtoj nga njëri skaj i botës në tjetrin, pa kush e ka ditur se pas asaj qendrese fshihen dhimbje të forta fizike. Pas shumë vizitash brenda dhe jashtë vendit, mjekët kanë arritur në një përfundim. Vetëm operacioni mund t'i qetësoj sadopak dhimbjet e vazhdueshme të kryeministrit. Sipas diagnozës mjekësore, ai ka hernie diskale dhe shtylla e tij kurrizore është ndikuar nga pesha e tij e rënd njëkohësisht dhe nga qëndrimi i ulur. Shpesh në momente që kryeministri ecën, i shkaktohen dhimbje të forta nga hernia diskale. Njerëzit janë mësuar ta shohin Ramën në majat e pushtetit, por imazhi i tij në korridoret e bardha të spitaleve ka përcjell një tjetër mesazh të fuqishëm. Edhe liderët politik, më të fuqishëm mbi të gjitha, janë njerëz. Ndërsa mjekët tradicionali kanë rekomanduar vetëm operimin, ka qenë një mjek kinez që e ka shpëtuar Ramën nga ndërhyrja e vështirë në shtyllën kurrizore. Mjeku kinez pas vizitës e ka këshilluar për trajtime me akupunkturë dhe masazh, duke i thënë se duhet të jetë shumë i kujdesshëm për peshën dhe sforcimet fizike. Beteja me sëmundje që mundon prej vitesh e ka bërë Ramën më toksor në sytë e popullit, duke dëshmuar se lufta më e vështirë nuk është ajo në parlament, por ajo me veten dhe shëndetin.